Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ndonë se afati kushtetues për mandatarin e qeverisë është duke ecur, gjykata kushtetuese pritet të shqyrtoj ankesën e listës serbe lidhur me zgjedhjen e nënkryetarit të kuvendit nga radhët e pakicës serbe. Legislatura e 9 e kuvendit u shpallë konstituar më 10 tetor me zgjedhjen e Nadat Rashiqit si nënkryetar nga radhët e pakicës serbe, pasi u shtëruan 9 kandidaturat e listës serbe me nga 3 votime. Presidentja Vjosa Osmani, një ditë pasi kuvendi u konstitua, e mandatoi udhëhecin e vetëvendosjes Albin Kurti për formimin e qeverisë së re. Ai ka edhe 8 ditë afat për t'ia prezantuar kuvendit përbërjen dhe programin e qeverisë së re. Për zgjedhjen e qeverisë duhen 61 vota të deputetëve. Një javë pas zbatimit, sistemi i ri i hyrje-daljeve në zonën Schengen që synon të zëvendësoj vullosjen e pasaportave me regjistrimin elektronik të dhënave, ka rezultuar në probleme serioze për udhëtarët. Kjo ka krijuar pritje radhë të gjata me orë të tëra nëpër aeroporte. Sistemi është në fazën fillestare, ndërkaq zbatimi plot pritet të nisë në prill të vitit të ardhshëm. Periudha tranzicionit nuk nënkupton funksionimin e sistemit në çdo pikë kufitare. Aktualisht ai po zbatohet në mënyrë të kufizuar dhe periodike për disa orë në pika të caktuara kalimi. Sot pritet të përfundojë numrimi i votave jashtë Kosovës. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi, ndërkaq dje KQZ ka përmbyllur të gjitha aktivitetet në qendrat komunale të numrimit në vendin tonë. Zgjedhje lokale dje kishte edhe në Maqedoninë e Veriut. Atje u votua për kryetar të komunave, antar të këshillave komunale. Mbi 1.8 milion qytetar me të drejtë vote kishin në dispozicion 3.480 vend votime. Koalicioni Vlen ka fituar komunën e Çajirit, Haraqis, Sarajt dhe të Arcës në zgjedhjet që u zhvilluan të dielën pra në Maqedoninë e Veriut. Ky koalicion do të garojë në balotazh edhe në rreth 10 komuna të tjera. Ndërkaq koalicioni partive shqiptare në opozit, Aleanca Kombëtare për Integrim, bëri të ditur se ka fituar në Gostivar, në Likov, në Çashk dhe në Plastic. Në Partinë Maqedonase VMRO-DPMNE e kryeministrit Hristijan Miskovci kryeson në 54 komuna, ndërkaq LSDM në 8 komuna. Ndrojmë temë, raportet e policisë pasqyrojnë alarm sa i përket numrit të aksidenteve. Gjatë 7 muajve të këtij viti, policia ka evidentuar 13.000 aksidente me 58 persona të vdekur. Për policinë i vazhdueshëm mbetet apeli që pjesëmarrësit në komunikacion të kenë kujdes me shpejtësinë, ndërkohë që është vërejtur një rritje numri i gjobave të shqiptuara. Siguria rrugore vazhdon të mbetet shqetësim në Kosovë. Aksidentet në komunikacion rrugor edhe me te shkaktoi numër të madh të vdekjeve. Vetëm në 7 mujorin e parë të këtij viti, policia ka evidentuar 13.000 aksidente me 58 të vdekur. Për policinë i vazhdueshëm mbetet apeli që pjesëmarrësit në komunikacion të kenë kujdes me shpejtësinë, ndërkohë që është vërejtur një rritje në numrin e etiketave të shqiptuara. Raportet e policisë janë alarm. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar 27 aksidente trafiku me të lënduar, një me fatalitet dhe 37 me dëme materiale. Ekspertë e komunikacionit nervizojnë se në shkaktimin e aksidenteve ndikojnë mos ndërgjegjësimi i drejtuesve të automjetit për ngasje në bazë të kushteve atmosferike dhe rrethanave në trafik. Në sezonën vjeshtore, zakonisht e kemi disa elemente të faktorit incident, po sigurisht edhe të faktorit rrugë, edhe që ndikojnë këto elementet e tërheshura atmosferike ose edhe elementi i sipërfaqes rrugore. Pikërisht është ajo që ne duhet me pas një kujdes të shtumë edhe gjatë drejtimit të automjeteve në këto rrethana të qarkullimit rrugor. Pra, drejtuesit e automjetit duhet patjetër që të kenë parasysh që ta drejtojnë automjetin në bazë të kushteve të krijuara, të pas parasysh edhe kushtet atmosferike, pastaj rruga
e lakt, pastaj kemi të bëjmë edhe me dukshmërinë e zvogëluar. Këto janë 3 elementet të cilat sot edhe shkaktojnë aksidente më të shpeshta. Duke folur për elementet e faktorit njeri, ekspertët e komunikacionit vënë pas se shpejtësia deri në 95% të rasteve na sjell tek aksidentet me fatalitet. Në këtë muj, do të thotë ose komplet edhe në vjesht, kemi parasysh që edhe rritën numri i aksidenteve, po fal Zotit që shpresoj që mos kemi edhe aksidente me fatalitet. Pra, këto raste, në qoftë se na flasim edhe për elementet e faktorit njeri, shpejtësia është ajo që 90 deri 95% e raste na sjellin edhe të aksidentet me fatalitet ose edhe aksident me dëm, lëndime trauma trupore brenda kushteve që unë i përmenda. Aksidentet në komunikacion vazhdojnë të mbesin një prej sfidave më të mëdha për sigurinë rrugore në Kosovë. Policia dhe Meteo bën thirrje ngasësve që të respektojnë ligjin dhe rregullat e trafikut për sigurinë e tyre dhe të tjerëve. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takojmë sërish në orën 9. Bashkë, mirupafshim.